Dhe Zakaria i çuditur tash edhe një herë o kujtun vetën e vetë. Pse unë mos të kem një fëmijë? Sepse deri tash Zakaria nuk ishte fëmijë dhe ishte plak. Thuhet në moshën 75 vjeçare, Ibn Abbas ka thënë ka pas 100 vjet kur ka bëu këtë dua, ndërsa gruaja e tij ka pas 99 vjet. Allahu alem, por më rëndësi është se Zakaria ishte i shtyer në moshë këtë kohë, ai i bekuar, po thotë në pse mos falos Allahun që unë ta kem një pasar, se Zoti ka kudret, Zoti ka kudret. Zoti ka kudret. Dhe kjo Zoti ka kudret, jep me kuptu se Zakaria, ja aje ka njoftë Zotin, ja kush. E njeriu kur e njeh madhështinë e Zotit, e din se për Zotin nuk ka ligje të caktuara. Sepse ai është krijuesi i ligjeve dhe kur don ai të thën ligje. Pra, në vetveten e vet Zakariaja po e din se kë nuk është për me lind fëmijë sepse është plakur. Po edhe gruaja e tij nuk është me lindur fëmijë sepse s'ka lind kurrë, se është sterile. Sipas ligjeve të natyrës që Zoti ka caktuar për shumim, njerëzit nuk e plotësojnë. Ai është Allah. Ai është Allah, la ilaha illallah. Ai është Allah. Dhe çka dën Allahu ban, te bareke ve teala. Për pejgamberët që në mrekulli, ndërsa për evliat e vet që në kiramate. I madhe, la dhe thën ligjet, te bareke ve teala. O lut, e Allah i madhruar për thotë këtu te bareke ve teala. Wa Zakaria idh nada rabbahu. Dhe përkujtoj Zakaria kur e luti Zotin e vet. Rabbi la tadharni fardan. O Zot, mos më lëmu vetëm. O plako lut, mos më lëmu vetëm. Wa anta khairul warithin. Ma jep një trashëgimtar. Ma fëmi. Pra o lut Zakaria alayhi salam. Rabbi davat shumë i Allah. Fastajabna lahu, dhe ne më njëherë ju përgjigjëm atina. Ju përgjigjëm. Këto është ajo dhuntia, begatia me të cilën Allahu nderoi robën e vet. Ju përgjigjëm. Ju përgjigjëm atij, jep me kuptu se Zakaria ka pas një pozitë shumë të lartë te Allahu. Kur dikush lutet, i lutet madhit Allah azza wa jall. Dhe Allahu i përgjigjet. Është shenjë e shpërblimit që ja dha Allahu për hir të korrekcisë, devotshmërisë, sinqeritetit, për hir të pozitës që ka te i madhi Allah azza wa jall. Për atë arsye, instinktivisht edhe nga bindja dhe edukata fetare, gjithmonë muslimanët, njerëzit që janë sa më të devotshëm, spaku në sytë tonë gjithherë, njerëzit që janë ulema, shpresojnë se atyre pranohet ma lehtë duaja, sepse kanë pozitë i madhi Allah azza wa jall. E Allahu atyre që kanë pozitë, i përgjigjet ma lehtë, për hatër të autoritetit, pozitës që kanë të i madhi Allah. Ndërsa ata që në gjytën harame, edhe nuk kanë do një vlerë ku me ditë sa të i madhi Allah, natyrisht lutën atë ditë, por si përgjigjet. Edhe Zakaria alayhi salam i lindi aty të bekuar edhe gruas së tij Yahyaja alayhi salam. Në vazhdim për cek Allahu edhe arsyet pse ju përgjigj këtyre burrave të mëdhej. Çka kanë qenë këta? Çka kanë puna e tyne? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Këta jo që kanë bëu punë të mira, po me vrap kanë shpejtu me bëu punë të mira. Ka dallim. Me bëu punë të mira, edhe me vrap me bëu punë të mira, me nxitim ka dallim. Me nxitim të më thonë prej qefit të madh, me nxispret me ardhë Ramazani me agjeru. Ose vjen koha e sabahut, edhe dikush halepen jezanin mirë se orën hop në kam. Edhe me nxitim, me ravdes, me knaci, edhe vrap e në xhami, kjo fal. Por ka dallim. Pejgamberët e Allahut edhe robët e mëdhej, Allahu nuk po thot thjesht që kanë bëu punë të mira, por po thot kanë shpejtu me vrap. Yusariun është me vrap, me nxitim, fil khairat, punë të mira. Nuk lënë punë të mirë pa punu, natyrisht. Wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in.
dhe na kanë lutur ata neve, na kanë adhuruar dhe kanë lutur Allah e madhuruar, duke bë bashk ragaban wa rahaban, edhe duke shpresu te i madhi Allah te bareke wa taala, të shpresu të rahmeti Zotit, të shpresu të xheneti Zotit, të mirat që na i ka premtuar Allahu azza wa jall, dhe shpresojmë to se do të jemi pjesëtar, do të kemi hise në ato të mirat më dhatë Allahut azza wa jall, po të njëjtën gjatë, njëjtën kohë wa rahaban, njëjtën kohë përballë kësaj, edhe duke friksu prej dënimit Zotit. Të përullur dhe të thjesht, dhe ja ka pas përullje dhe modesti dhe thjeshtësi pejgambert Allahut, ja kanë pas ata, ja kush tjetër këtë dunja. Pra për hatër që kanë pas të cilësi dhe vetit, të hatashme të shkelqyshme, ne ju kemi përgjigjur atyre njerëzve të mirë, dhe që ka e për kuptu se edhe juve ju musliman, nëse vazhdo në rrugën e pejgamberëve të madhit Allah azza wa jall, ata e nërnek për neve, edhe me juve veprojmë ngjajshëm me ata, ju përgjigjemi dave dhe lutjeve të juaja, edhe ju futemi në xhenet, që shi kemi futur ata.